Prej muajit qershor të këtij viti, shërbimi i pastrimit në qytetin e Lezhës do të kryhet nga vetë strukturat e bashkisë. Skema e re parashikon një mënyrë tërësisht ndryshe operacionale, me mjete të reja dhe trajtim të veçantë për çdo kategori mbetjesh. Kryetari i Bashkisë Lezhë, Pier Ndreu, tha se pastrimi është një shërbim që duhet i përshtatet një territor turistik si Lezhë, sipas si operatorët privat kanë dështuar në përmbushjen e detyrimeve kontraktuale dhe bashkia ka pasur vështirësi të vazhdueshme në krijimin e një mjedisi më të pastër. Në qershor, Bashkia Lezhë merr komplet shërbimin e menaxhimit të mbetjeve në territorin e Bashkisë Lezhë. Kompanitë private nuk do të jenë më të kontraktuara nga ne. Kemi konstatuar fatkeqësisht se marrëdhënia jonë me ata ka qenë shumë e vështirë, pastrimi i territorit nuk ka qenë si në duhur, komunikimi me strukturat e bashkisë ka qenë i dobët, kontrata nuk është zbatuar, shkurt dhe qartë, nuk është bë asnjë nga proceset as dezinfektimi, as larja. Kjo nuk është një shpikje e jona, kjo nuk është një dëshirë e jona, kjo është një standard. Kjo është një standard që ka të bëjë me një cilësi jetese të cilën ne sot duhet ta përmirësojmë në qytetin ton, i cili është një qytet turistik. Është një qytet që po merr zhvillim gjithmonë e më shumë, edhe sa i përket infrastrukturës, po ndryshojnë shumë gjëra dhe ne duhet shkojmë në harmoni me një mënyrë të menaxhimit të mbetjeve absolutisht bashkëkohore. Do kenë tjetër çaste qytetarët, do kenë tjetër çaste bizneset. Edhe bizneset do rrankohen, nuk do jenë një lloj. Pa, do ketë biznese që prodhojnë shumë, biznese që janë të mesëm po marrim, ka biznese më të vogla, ka zyra institucionesh që janë shtetërore dhe private, të cilët do kenë një tjetër qasje, pa gjithkush do ketë një qasje në veti, vendosin orare fikse të hedhjes së mbeturinave, pa do ketë një orar jo kështu në tym, kush teket del për shtëpi, merr çesën dhe e hedh aty, nuk lejohet. Kemi ble si bashki 11 makina na vinë tash, të reja Apple. Sepse flota e mjeteve që kemi marrë ne dhe do e pasurojmë më tej, do t'jetë një tjetër gjë, jo mu prish sot, jo mu shkatru dje, jo mu bo kështu, jo marrin nafta, jo po se smerdhin njërin punë, jo po se miku tjetër bëj punë. Takimi i zhvilluar me drejtues të institucioneve dhe administratën publike përfaqëson prezantimin e parë zyrtar të skemës së re të pastrimit në Lezhë. Sipas planit, parashikohet ulja e numrit të koshëve të mbeturinave, diferencimi i mbetjeve në burim, riciklimi për të reduktuar sasinë e mbetjeve që dërgohen në landfill, si dhe përcaktimi i zonave të posaçme për mbetjet inerte.